Të nderuar banorët të tekstit, motra dhe vëllezër, faleminderit fillimisht që para 4 viteve na e dhatë mundësinë që të punojmë për qytetin që duam, për qytetin cilin jetojmë dhe për qytetin të cilin jemi të gatshëm edhe të flijojmë. Është një thënie që kur kthesh nga betejë vazhdon lufta e madhe. Vërtet që para 4 viteve ne fituam një betejë, por u kthyem në luftën e madhe dhe të cilën e bëm bashkë me ju dhe i arritëm. Te Nishi nuk dha vetëm votë para 4 viteve që ne sot jemi në krye të komunës Tetovës, por Te Nishi dha edhe shumë bashkë luftëtar të luftës të cilën bëm të 4 vite për një Tetovë më të mirë, më të bukur, më të pastër, për një Tetovë europiane. Në vend të përshëndetjes unë do e nis nga gjithë këto funksionarë se Albi tha janë shumë, por unë jam vërtet krenar që janë shumë. Duke nisur nga Binasi i cili e udhëhoqi një ndër shkollat më të rëndësishme të Tetovës, medicinën, dhe i cili këtë shkollë e bëri një shembull, një model se si duhet të jetë një shkollë e mesme. Dhe faleminderit te Nishit që na e dha Binasin të jetë drejtori i shkollës mesme. Do vazhdoj më tutje me Mixhaetin, një djalë i ri, i cili pa hezituar u fut në një ndërmarrje që është më problematike se është ndërmarrje parkingut, dhe sot është boshti kurrizor i ndërmarrjes më të rëndësishme në Tetovë të parkingut të qytetit. Do përshëndes po ashtu edhe drejtoreshën e të vetmit institucion që e kemi për fëmijët tanë, që kujdeset për gjithë fëmijët tanë derisa ata të vinë në moshën e shkollës, e cila arriti që këtë institucion, nga një institucion i lënë pasdore i shkatruar, ta kthej në një institucion që sot çdo njëri nga ne duam që t'i dërgojmë fëmijët tonë atje, sepse është një institucion vërtet me kushte evropiane. Faleminderit drejtoresh Fatlina. Nuk mund që mos përshëndes edhe një njeri paq të rëndësishëm që kemi pasur në Këshillin Komunal, që edhe ai se di rastësisht apo ka ardhur nga Te Nishi dhe është këshilltari Himo, i cili vërtet që për 4 vjet s'm ka lënë rahat, por u them faleminderit që është kujdes për gjithë Tetovën. Sedatin se përmendi sepse s'ka punu për Tetovën, ka punu për gjithë Maqedoninë si zëvendës ministër, kështu që të tjerët do t'i thonë faleminderit. Të nderuar banorë të Te Nishit, vërtet që këto zgjedhje janë të rëndësishme. Këto zgjedhje janë të rëndësishme për të vazhduar me kapitullin e dytë për t'i dhënë një hovë të ri zhvillimit të Tetovës. Ne arritëm, kërkoj falje, se janë shumë, nuk arrita gjithë t'i përmendin funksionarët nga Te Nishi, kështu që do vazhdojmë atë tjerë. Se t'lip mbesim deri në mëngjes. Këto 4 vite për të cilat do vendosim me 19 tetor, vërtet janë të rëndësishme. Janë të rëndësishme që përfundimisht atë të cilën e nisëm dhe punuam me përkushtimin më të madh ndërtimin e stadiumit të qytetit. Sot na akuzojnë pse nuk e kemi ndërtuar për 4 vite. Po nuk mund të ndërtojmë për 4 vite një stadium të cilin ju aq shumë e shkatruat, aq shumë i komplikuat procedurat, sa që na u desht
së paku 3 vite për t'i zgjidhur gjithë këtë lëmsh që e krijuan rreth stadiumit, për t'i zgjidhur gjitha problemet, për t'i përcjellë gjithë procedurat ligjore që sot ai stadium të ndërtohet me këtë intensitet. Dhe në bazë të marrëveshjes të cilën e kemi dhe bisedave që i kemi me partnerin më të rëndësishëm këtë rast, që është një kompani familjes Destani, ne ju premtojmë të tovarëve që ndeshjet e vitit 2027 Shkëndija Joam do t'i luajë këtu në Tetov para publikut tetovar. Zgjedhjet e 19 tetorit janë vërtet të rëndësishme për arsimin tetovar. Nuk arritën të bëjnë as edhe një shkollë. Bile e dini, unë e kam thënë, shkolla e fshatit Selc është një model i korrupsionit të tyre. Bile ndoshta nuk është ide e keqe që ta bëjmë edhe muzeu e korrupsionit të BDI-s në shkollën e fshatit Selc, e cila mbeti një skelet betoni. Është me rëndësi që me 19 tetor të votojmë koalicionin Vlen edhe për kryetar, edhe për listën për këshill, sepse ky koalicion do të ndërtojë 2 shkolla të mesme, jo një, 2 shkolla të mesme të cilat po ndërtohen dhe të cilat janë në lagjen 8x1. Është i rëndësishëm që me 19 tetor të votojmë koalicionin Vlen, që për herë të parë Tetova mund të jetë ndër qytetet e rradha dhe komunat e rradha në Maqedoni, apo të vetmja, nuk e di si është në Shkup, e cila në kuadër të shkollave të saj do të ketë pishin që fëmijët tanë të mësojnë notin. Pra për herë të parë, jo një pishin, po ka nisur ndërtimi i 2 pishinave në kuadër të shkollave fillore Kirili dhe në të shkollës fillore në Infrasha. Është e rëndësishme që me 19 tetor të votojmë koalicionin Vlen, edhe për ekonominë tetovare dhe për turizmin tetovar. Nuk kemi ndetur duar kryq këto 4 vite. Përkundrazi, kemi punuar natë e ditë që të miratojmë planin urbanistik për Kodrën e Diellit. Dhe plani urbanistik për Kodrën e Diellit, keni parasysh tash, mu vërtet më vjen gjyna për kundër kandidatin kur del bën premtime paushale. Do të ndërtoj 20 hotele, 10 hotele, 30 hotele, sigur me ndërtu nga maketa apo nga kartoni ato hotele. Në kohën kur 20 vite ato e shkatruan Kodrën e Diellit. Duhet të vim ne që në Kodrën e Diellit të nisin punimet dhe projektet për mirë. Fillimisht arritëm të asfaltojmë aksin kryesor të lagjes së Vikenshkëbizave, veç më kemi depërtuar një rrugë komplet të re dhe shumë shpejt do të nisë edhe asfaltimi i saj. Kemi përgatitur projektin për teleferikun nga Tetova, nga pjesë e teleferikut ku është stacioni parë në dalje të Tetovës për Kodrën e Diellit deri në Kodrën e Diellit, dhe ajo që është më e rëndësishme. Ne po punojmë para se të dalim të premtojmë. Veçma ka qenë në Tetovë, në Kodrën e Diellit, një investitor i cili është investitor i përmasave globale. Ai investitor shumë shpejt do të vinë përsëri. Dhe po ai investitor është një ndër investitorët më të rëndësishëm edhe në rajon, siç është rasti me Durrësin, por edhe në rrafshin global. Dhe planin urbanistik për Kodrën e Diellit ne nuk e kemi miratuar sepse presim sugjerimet e tij për planin investues që ka për Kodrën e Diellit. Dhe vetëm atëherë, kur ne do të kemi një propozim konkret nga ky investitor, atëherë ne do të dalim dhe të njëjtën do ta prezantojmë para qytetarëve. Ju e dini që ata së paku 2 herë kanë dalë në zgjedhje me premtime dhe mashtrime se Kodrën e Diellit do ta bëjnë një qendër të mirëfillt turistike. Dhe në prapaskenë e shkatruan.
E dini pse e shkatruan? Sepse ashtu si e shitën gjysmën e Tetovës, donin që pa paguar asnjë lek, asnjë cent të marrin edhe këtë perë të turizmit dhe të ekonomisë tetovare. Ne gjetëm Kodrën e Diellit në një gjendje të mjerueshme dhe falë menaxhmentit tonë, Kodra e Diellit për jo më shumë se 2 muaj arriti që të vendoj funksion njërin nga hotelet dhe këtë sezon besoj që ai hotel do të jetë me kapacitet të plotë në shërbim të turizmit. Pra atë që ata e shkatruan, ne rikthyem në jetë. Atë të cilën ata nuk e bën për 20 vite, ne arritëm ta bëjmë për një mandat 4 vjeçar dhe vetëm një vit në qeveri. Zgjedhjet e 19 tetorit janë të rëndësishme edhe për këtë rini të mrekullueshme. U përmend nga parafolësit. Ata në Tetov deshën të na promovojnë dukuri deviante. Ata para rinis tonë deshën të prezantojnë ideologji që s'kan të bëjnë as me kombin të cilit i përkasim, as me fen të cilës i përkasim. Edhe për kundërshtimeve të disa partnerve të tyre, ne arritëm që lokacionin e Radio Tetovës t'ju rikthejmë rinis tetovare. Dhe sot aty e kemi një këshill rinor funksional dhe një qendër rinore për rinin tetovare. Me 19 tetovë, është me rëndësi që të votoni edhe për këtë rini, e cila do të ketë më shumë hapësira për sport, e cila do të ketë më shumë hapësira për të prezantuar idetë e tyre, tek qendra kulturore, tek qendra rinore, tek Radio Tetova. Me 19 tetovë, është me rëndësi të votoni numrin 7 për këtë rini, e cila në mandatin e ardhshëm do të ketë përkrahje maksimale edhe për aktivitetet e tyre në kuadër qendrës rinore, edhe në kuadër të terreneve sportive që po ndërtojmë, edhe në kuadër të institucioneve të kulturës të cilat po ngrenë. Të dashur banor të Teteksnishit. Betejën e 19 tetorit, unë jam i sigur me këtë përkraje të madhe do ta fitoj. Por, unë kërkoj, ashtu si në mandatin e parë, edhe në mandatin e dytë, që të kemë përkrahjen tuaj për luftën e madhe cila na pret pas 19 tetorit. Dhe këtu, unë nuk dyshoj që bashkëpunëtorët më të mirë dhe më të afër në këtë mision, të cilin e kemi nisur dhe po e vazhdojmë, përsëri t'i kemë nga Teteksnishi. Dhe kjo është ajo që mua më jep më shumë forcë se sa shpresa që me 19 tetor ne do të fitoj. Sepse për mua më me rëndësi se të fitoj është që atë fitore t'ju kthej tetovarëve me projekte për të përmirësuar jetën e tyre. Edhe një herë mobilizoheni jo vetëm për fitore me 19 tetor, por mobilizoheni që atë fitore pas 19 tetorit ta rikthejmë në projekte për një Tetov europiane. Ju falenderit dhe na prifni bashkë. Falenderit kryetar, falenderit pranishëm, shihem